Sot do ndalemi te editoriali i kësaj jave, një traditë që do ta kemi her pas here këtu në Albania Newscast. Do flasim për fenomene të ndryshme dhe për çështje të cilat na prekin në përditshmërinë tonë. Padyshim që këto janë mendimet e mia dhe ju mund të jepni mendimet tuaja gjithashtu. Do t'i lexojmë, do t'i shikojmë me shumë vëmendje dhe do t'i japim edhe përgjigje atëherë kur të mundemi. Do ndalemi tek situata që lidhet me protestat. Është mbyllur muaji i parë, një muaj i jashtëzakonshëm dhe tashmë kemi hyrë në muajin e dytë, por është muaj i dytë i cili ka patur jo pak problematika që lidhen me tensione, lidhen ndoshta me një irritim, padyshim edhe me një shqetësim që ka një pjesë e madhe e qytetarëve, por jo vetëm çfarë do ndodhi me të ardhmen e kësaj proteste. Ne jemi përpjekur në këtë editorial që të japim disa mendime në lidhje me zgjidhjet që mund të marrë kjo protestë, por gjithashtu do bëjmë edhe një krahasim. Si protestat të tilla, si lëvizje të tilla qytetare janë kthyer ose jo në parti politike, në lëvizje qytetare apo janë shuar me kalimin e kohës. Thelbi i gjithë këtij editoriali është a duhet të ketë një formalizim apo duhet të kalojë në një nivel tjetër. Kjo lëvizje një nivel që do ta quajë nivel politik. Do të bëjmë edhe një udhtim 360 gradë në gjitha lëvizjet që kanë patur formate të tilla, ku janë kthyer në politike, ku kanë patur sukses dhe ku nuk kanë patur. Editoriali quhet Flamingot, lëvizje politike apo thjesht një protestë. Si filloi, në pamje të parë gjithçka nisi për tokën dhe flamingot kurbanor dhe mjedisor të Vlorës u mblodhen për të kundërshtuar një rezort pranë lagunës së Zvërnecit dhe pakush e mendonte se do të shihnin gaz lotësiellës 4 javë më pas para kuvendit të Shqipërisë brenda pak javësh nga ajo që ndodhi në Vlorë. Po ashtu ndodhi ajo që nisi si një grindje lokale për shtretërit e një hoteli që do ndërtohej atje, pra çështje që lidhej tërësisht me ambientin ose me tokën dhe me mjedisin, por u kthye në një çështje kombëtare edhe ndërkombëtare, pasi ka përfshirë edhe familjen e zotit Trump, por edhe qeverisjen e Shqipërisë. Dhe siç ndodh thjesht dhe shpesh në Ballkan, një referendum i heshtur mbi vetë legitimitetin e pushtetit. Nga plazhit e parlamentit, kërkesat u zgjeruan shumë shpejt për te Zvërnecit, shfuqizimi i ligjit për zonat e mbrojtura, ai për investime strategjike, paketa maleve dhe disa nene të ligjit për trashëgiminë kulturore. Në datën 2 korrik para kuvendit, protesta u kthye në përplasje me 15 policë të lënduar, 23 persona të shoqëruar dhe disa prej tyre të arrestuar, dhe kjo ka qenë edhe përplasja e parë dhe thyerja e atij rregulli që ka pat protesta, jo përplasje me policinë, madje kemi parë edhe pamje ku dhuroheshin lule policëve apo ndihmoheshin me ujë për shkak të temperaturave të larta. Ndërkohë, reagimet e elitës politike ndoqën skenarin e njohur. Kryeministri Rama quajti degradim të protestës, filmi vjetër i konfliktit, sherrri dhe dhunës, ndërsa opozita denoncoi dhunën policore dhe bojkotoi seancën parlamentare të 2 korrikut. Të dyja palët prapë përpiqen ta rrëmbejnë narrativën e protestës për vete. Pikërisht ky është dhe rreziku më i madh që i kanoset lëvizjes. Problemi qendror, kush po flet në emër të protestës. Këtu qëndron edhe dobësia strukturore e revolucionit të flamingove. U organizua si një rrjet i decentralizuar, i mbështetur te rrjetet sociale dhe grupet qytetare pa leadership të centralizuar. Kjo e ka mbrojtur lëvizjen nga kapja e menjëhershme partijake, por kjo e ka lënë edhe pa një zë zyrtar. Kur nuk ka një strukturë të qartë përfaqësimi, bashkëllëku mbushet nga të tjerë. Qeveria etiketon protestën si me njerëz të infiltruar nga mercenarë, nga Kosova, nga Maqedonia. Ka dhe një pjesë të shëndetshme, ndërsa opozita përpiqet ta veshin me ngjyrat e veta, ndërsa incidentet e dhunshme, qofshin ato që kanë ndodhur në datën 2 korrik apo ato që ndodhen te komisariati, sa ka kaluar koha, duke sigur po shtohen. Tani do ndalemi dhe tek pjesa që ka të bëjë me krahasime. Si e kanë zgjidhur apo si e kanë humbur lëvizjet e tjera këtë dilemë. Parti politike, lëvizja thjesht qytetare plotësojnë ato kërkesa dhe gjithçka kthehet në normalitet apo jo. Dinamika më sipërme nuk është as e re as unike për Shqipërinë. Pothuajse çdo lëvizje qytetare e decentralizuar e dekadave të fundit është përballur me të njëjtën pyetje: kush flet në emrin ton, dhe përgjigje të ndryshme që kanë të bëjnë me mësime konkrete nga e kaluara. Ndalemi te Serbia. Plenume studentore të Serbisë 2024-2025, studentët që bllokuan universitetet pas rrëzimit të tendës në Novi Sad zgjodhen një model radikalisht anti-hierarkik, vendimarrje me planium të hapur, rotacioni vazhdueshëm i zëdhënësve,
dhe refuzim eksplicit i çdo lideri. Kjo i mbrojti nga akuza për ambicje politike personale, por krijoi një kosto. Negociatat me qeverinë u ngadalsuan sepse çdo delegacioni duhet të kthehej te plenumi për një mandat të ri. Pra, u krijua një organizëm i cili ishte me rotacion dhe sa herë që zgjidhej një i ri duhet shkonte përsëri te i vjetrit merrte edhe aprovimin. Megjithatë me kalimin e kohës, ata u janë shkrirë në strukturë politike dhe në zgjedhje që do mbahen në vjesht, po organizohen dhe kanë ndarë edhe rolet. Është quajtur një student, një fshat, sepse do jenë edhe një strukturë që do shkojë edhe kapilarisht. Një tjetër revolucion ka qenë ai Majdani i Ukrainës 2013-2014, vetë organizimi fillestar u zëvendësua shpejt nga një këshill i Majdanit me përfaqësues nga grupe të ndryshme qytetare, kishtare dhe opozitare. Struktura formale i dha lëvizjes zë të negociueshëm me qeveritë e huaja dhe institucionet ndërkombëtare, por gjithashtu hapi rrugën për depërtim të nevojshëm nga aktor politik që u trashëguan dhe e morën kapitalin e protestës në zgjedhjet e tjera. Occupy Wall Street 2011 ka ndodhur në SBA. Për ata që nuk e din, ka patur një lëvizje qytetare me tendenca revolucionare dhe në SBA. Modeli i asambleve të përgjithshme pas dhënës zyrtar u lavdërua për horizontalitetin e tij, por analistët e vlerësojnë sot si një shembull klasik të dështimit të një lëvizje pa mekanizëm përfaqësimi. Mungesa e kërkesave të qarta dhe e një ndërfaqe negociuese bëri që lëvizja të shpërbëjë pa arritur ndonjë fitore konkrete legjislative. Jelekët verdh në Francë 2018-2019, lëvizja refuzoi çdo lider apo parti të vetme duke u mbështetur te rrjetet sociale dhe rreth rrotullimit si pika mbledhje. Refuzimi i përfaqësimit e mbrojti nga kapja partijake, por gjeti zgjidhje pjesore. U krijuan ZDN-s jo formal, rajonal që flisnin për median dhe megjithatë pa mandat të unifikuar, dhe pikërisht ky boshllëk lejoi qeverinë franceze të etiketonte periodikisht si të infiltruar nga ekstremistë të majt apo të djathtë. Protestat në Gjeorgji kundër ligjit për agjendat e huaj 2023-2024, shoqëria civile gjeorgjane krijoi koalicione ad hoc mes OJQ-ve, studentëve dhe partive opozitare, por pa një trup të vetëm ZDN-s, gjë që lejoi qeverinë të diskreditoj opozitën duke paraqitur si të teleguiduar, të teledrejtuar nga jashtë, akuzë ngjashme me atë të mercenarëve në rastin shqiptar. Revolucioni i Sudanit 2018-2019, rasti më i afërt me propozimin e këtij artikulli, forcat e lirisë të ndryshimit formuan një koalicion formal me përfaqësues nga sindikata, profesionistësh, parti dhe grupe rinore, i cili negocioi drejt për së drejti me ushtrinë për tranzicionin, struktura që i dha lëvizjes fuqi negociuese reale, madje deri në një marrëveshje pushteti të përbashkët civil-ushtarak, por koalicioni më vonë u nda nga përçarjet e brendshme mbi ndarjen e pushtetit. Shkojmë në kilin e largët. 2019-2020, mungesa fillestare e leadershipit u zgjidh përmes një zgjidhje krejt tjetër nga ato që pa më sipër, jo një këshill qytetar, por një proces institucional formal, referendumi për kushtetutë e re që kanalizoi energjinë e protestës drejt një mekanizmi shtetëror ekzistues në vend të një grupi paralel. Pra kemi 7 raste që dalin me 2 mësime të qarta. Lëvizjet që krijuan mekanizmat minimal përfaqësimi, Sudan, Majdan fituan fuqi negociuese, por rrezikuan përçarje apo kapje të mëvonshme nga aktor politik, ndërsa lëvizjet që refuzuan çdo formë përfaqësimi, Occupy Wall Street, Jelekët verdh apo dhe ato që pa më sipër mbeten të pastra ideologjikisht, por të dobta në tavolinën e negociatave dhe të lehta për të diskredituar si kaotike ose me njerëz të infiltruar. Problemi qendror i rikthyer, ku nuk ka një strukturë të qartë përfaqësimi, boshllëku mbushet nga të tjerë, siç treguan rastet në Francë apo në Gjeorgji. Kjo është pikërisht dinamika që përsëritet historikisht në lëvizje qytetare të papërfaqësuara nga plenumet studentore të Serbisë apo të vetë organizimit të Majdanit në Ukrainë. Lëvizjet që kanë mbijetuar përpjekjeve për kapje politike kanë qenë ato që kanë krijuar shpejt struktura minimale përfaqësimi, jo parti, por ZDN-s të verifikueshëm. Ndërkohë, në Shqipëri, unë mendoj, dhe kjo mund të ishte një zgjidhje, por ju mund të jepni komentet tuaja, jeni dakord ose jo, që duhet të jetë një ekip qytetar me 40-50 persona.
që ta bëje të pakapshëm, pasi një numër kaq i madh me njerëz do ta bënte të pakapshëm dhe të pa atakueshëm, edhe pse njerëzit mund të sulmohen dhe kjo mund të jetë deri diku normale, sepse të gjithë kanë patur të kaluarën e tyre, dikush ka qenë në një parti politike, dikush jo, pra nuk ka njerëz në moshën 30 vjeçare në Shqipëri që të ketë kaluar stile ose të ketë kaluar sfida në jetë dhe të mos përballet me kritika ose akuza për të kaluarën, por e rëndësishme është të ketë dalë pa korruptuar, një, dhe të mos ketë patur probleme me drejtsinë, dy. Pjesa tjetër pastaj për mua nuk ka asnjë lloj rëndësie. Por një propozim konkret është krijimi i një ekipi ose këshilli qytetar prej rreth 40-50 personash i përbërë në mënyrë të tillë që të mos mund të kapet nga qeveria, por as nga opozita. Përse një trup i tillë dhe jo një lider i vetëm? Sepse një figurë e vetme është më lehtë për të sulmuar, komprometuar ose koptuar, siç tregon përvoja e dekadave të fundit, sidomos në Shqipëri, ku çdo kryesues i ri është akuzuar menjëherë si i futur, i njërës palë apo i një palë tjetër. Ndërsa një grup prej 40-50 vetash nga ana tjetër është i pamjaftueshëm për të qenë zëdhënësi i të gjithë protestës, por është i mjaftueshëm për të qenë i vështirë për të blerë apo diskredituar tërësisht, pasi është një grup i cili do të ishte e vështirë për të kapur. Ndërkohë, përbërja këtij ekipi mu mendoj që do duhet reflektonte vetë larminë e protestës, jo një elitë politike, por të ishte një elitë me mjedisor, banor të zonave si Zvërneci, Vjosa, jurist akademik të pavarur, gazetar investigativ, gazetar të tjerë, përfaqësues studentor, aktivistë të shoqërisë civile, por edhe qytetar të thjesht, pa histori të fortë partijake. Edhe pse mund të kenë patur histori partijake, por janë distancuar, janë larguar kur kanë parë që ka patur probleme dhe nuk ka shkuar në drejtimin e duhur. Por duhen të jenë edhe zëra publik, sepse duhet të mbajnë presion, duhet të mbajnë debate dhe më besoni, un kam eksperiencë me debatet publike në Shqipëri, nuk është e lehtë. Është shumë e lehtë që ti të dalësh nga vetja pasi ke provokime dhe shumë e lehtë të ruash qetësinë dhe të thuash ato gjëra që duhet. Megjithatë, kjo është një sfidë që duhet ta kenë ata që do të jenë në një strukturë të tillë, që për mendimin tim duhet të jenë, por ky është mendimi im i vetëm. Dhe duhet të zgjidhen në mënyrë transparente nga vetë bazat organizative të protestës dhe për mua duhet të jenë nga secili qytet dhe peshën më të madhe padyshim që e merr Tirana, pasi ka dhe numrin më të madh të banorëve dhe ka dhe peshën më të madhe në këtë protestë. Duhet ishte një mandat i ngushtë por vendimtar, të deklaroj publikisht dhe pa më dyshë qëndrimin e protestës ndaj çdo akti dhune, të distancohet padyshim sepse aktet e dhunës janë shumë të rrezikshme të këqija dhe kanë dhënë ndikim negativ. Kemi patur reagimin e parë të ambasadës amerikane. Duhet ishte një reagim i cili duhet shkonte në favor të protestës, por për shkak të dhunës që pati në datën 2 korrik para Kuvendit të Shqipërisë për plasjeve me policinë, ishte një reagim i cili bëri thirrje për distancim dhe për kujdes. Ndërkohë, unë mendoj që ka ardhur koha për krimin e një gjë të tillë, sepse në praktikë një ekip do të ishte dhe do të kishte 3 funksione: zëdhënës kolektiv drejt medias dhe institucioneve ndërkombëtare, BE-ja, Bashkimi Evropian, ambasadat, mediat e tjerë, por gjithashtu dhe një ndërmjetës formal për negociatat për 4 ligjet e kërkuara në mënyrë që qeveria të mos mund të thotë nuk kemi me këtë flasim. Dhe pse të negocioj edhe largimin e kësaj qeverie ose futjen e negociate për qeverisje tranzitore, sepse edhe sikur të ikë qeveria aktuale, kush do ishin ata njerëz që do ishin qeveria teknike ose tranzitore. Pra kush do bëjnë negociatën. Pra duhet të jemi shumë të kujdesshëm në atë që kërkojmë, sepse dakord e ka kërkuar edhe protesta pra të mos ketë negociat me zotin Rama dhe pjesa e panegociueshme është largimi i tij, por nëse ai largohet dhe do mbushet sheshi. Çfarë ndodh më pas? Kush do zgjedhë qeverisjen tranzitore? Kush do bëjë negociatat për ndryshimin e sistemit zgjedhor? Pra ka shumë pikë që duhen diskutuar dhe për të qenë serioz bazuar në çdo teori politike, deri tani pa patur një ekip negociator është shumë e vështirë që të flitet për gjëra konkrete dhe vetëm diskutimi që ky duhet iki, ai duhet iki, nuk mjafton dhe është thjesht si përfaqësor në optikën time. Megjithatë, kjo i takon gjithmonë organizatorëve. Por gjithashtu duhet të ishte edhe një mekanizëm i brendshëm vetë rregullues që identifikon dhe izolon elementët provokues, qofshin këta militant partijak apo njerëz të tjerë që mund të jenë me qasje të ndryshme, për qasje fetare, siç kemi vënë re, apo me qasje të tjera të rrezikshme.
Për të qenë të sinqertë, edhe kjo zgjidhje nuk është pakurthe dhe do të ishte pandeshme të mos përmendeshin se pari çdo grup i vezgjellur mund të përballet me pyetjet e legjitimitetit, kush i dha 40 ose 50 personave legitimitetin që të përfaqësojnë të gjithë njerëzit, por gjithashtu mund të kishte edhe akuza të tjera se mund të ketë njerëz që mund ta përdorin për kapital politik. Dhe kjo mund të ndodhi. Shumë njerëz kanë interesa politike, duan që të ngrihen mbi të tjerët, por gjithsesi kjo nuk duhet ta pengoj krijimin e një strukture të plot. Këto janë mendimet e mia. Ky është editoriali i sotëm për një zgjidhje se si mund të jetë përkalimin e këtij ngërçi, këtij udhkryqi. Jepni dhe ju mendimet tuaja, jepni komente si mendoni si do duhet ishte një zgjidhje për gjithë këtë situatë ku po përballet protesta dhe do t'i lexojmë ato, do t'i shqyrtojmë dhe do t'i reflektojmë në episodin ton të radhës. Deri atëherë, një javë të mbarë të gjithëve, mos harroni bëni një subscribe, jepni komentet tuaja. Shihemi në episodin e fillim javës.